Koncentrimi në namaz është padyshim e kërkuar nga ne që ta kemi brenda namazit. Dhe kur ndonjë besimtar apo besimtare kanë brengë koncentrimin, çish më koncentru në namaz, i bie se e kanë kuptuar namazin si duhet. Nëse ka njerëz që namazin e falin dhe posa ta përfundojnë namazin e konsiderojnë këtë punë të kryme, au koncentru, aso koncentru, nuk mirë me këtë çështë. Kjo është e keqe. Prandaj vetë fakti që po interesohesh për koncentrimin jep me kuptues se, domethënë, e ke kuptu namazin si duhet me u fal. Tash, si me u koncentru? Ka shumë faktorë që ndikojnë në koncentrim në namaz. Dhe për këtë duhet të ketë ndoshta një emision apo dy me sqaru. Ka shumë faktorë që alhamdulillah ndikon në formën e vet në ngritjen e koncentrimit në namaz. Mirë po. Para se të kaloj te faktorët, do të them njëse, se është deri diku normale që njeriu ku pas kohë do mund të zhvendoset nga namazi. Ka se mendja tonë nuk mund të jetë gjithmonë fokusuar në një pikë. Ka të tutore mendja. Andaj nga njerëzit e kërkuar që të mundohemi ta mbajmë vëmendjen në namaz. Momentin kur fluturoni aty ku jashtë, mendojmë diçka për një punë, për një mohabet, çdo qoftë, moment kthehemi prapë. Do thotë, një lloj, domethënë zhvendosje dhe humbje koncentrimi, një lloj po them, është deri diku një planuar normal. Mirë po, ne nuk duhet të bashkëjetojmë me këtë zhvendosje të vëmendjes, por duhet të thonë që vazhdimisht ta ngushtojmë hapësirën e kësaj hutije duke e mbushur me koncentrim në namaz. Si më koncentru në namaz? E para, ne duhet me ditë, jo veç me ditë, po duhet vazhdimisht me ushqim këtë dije, që të arrijë në bindje të plotë, se çka është namazi? Është shtyllë e fesë. Është çështja e parë që kanë më pyet për Allahun te barekuhu teala. Çështja e parë që kanë më pyet për Allahun të mënduar. Është mënyra e vetme e komunikimit me Zotin te barekuhu teala, komunikimi i veçantë. Është nga obligimet madhore që Zoti xhallahu ala i ka shpallur në qiell. Duke qenë Muhamedi sa në udhëtimin e Isra dhe Mirajit. Sa më tepër grumbullojmë informata dhe arrijmë që këto informata mi pas parasysh para namazit, e kuptojmë se sa serioze është çështja e namazit. Shpirti jonë, gjendja e zemrës tonë është më e gatshme tashmë që të hyjë namaz, nga se na e kena mobilizuar veten tonë, a din ku kemi shku, a din çka kemi bëu tash, a din ç'a ndodh kjo. Dhe ky ushqim i vazhdueshëm me këto informata realisht fillon me përgatit gjendjen tonë shpirtërore për përjetimin e namazit. Pastaj, nga faktorët e koncentrimit është që të mundohemi të lirohemi nga çdo presion para namazit. Në këtë presion, për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, mos të falet askush për juve në presionin e nevojave fiziologjike. Mos u fal, ka pasur ka abdes dhe ka nevojë me shku me këndon një nevojë fiziologjike, me shku në banjë. Thotë valla po për tash me shku në banjë, po për të marrë kam nevojë, ai po falet tani shkoj. E kur falet tani, e ka presioni. Jo. Nuk bën më fal në presion të nevojave fiziologjike. Shkoni këtu nevojën, përfundon çka ke. Marr abdes, shkon fal rahat. Madje nuk lejohet më fal as në presion të ushqimit. Është kështu sofra i naturitur, po falet tani ha rahat. E tu fal me ndjat e buka, normal e natund, jo, ha buk, shtiron nga presioni, pastaj falo. Normal nëse ka ku me bukë, nga se mund të nga njëra namazit shumë afër me kalu koha, jo, ka përparësi kohë namazit, para koncentrimit, por po flet në rrethana normale. Andaj më shtron nga çfarë presioni që e ke, angazhimi i caktuar. Ose të falet në ambient ku nuk ka zhurmus. Pa këto një dhomë bojnë mohabet. Ti falësh në qysh. Atë një dhomë dikun ku është me aqit, dili ku kush me aqit. Siguroj vetë një ambient më të përshtatshëm për të falë. Duke ulur nga presioni, duke grumbulluar sa më tepër dituri dhe informata para namazit gradualisht, qoftë duke menduar për të, jo vetëm me lexu. Duke ulur nga zhurmus, duke marrë abdes mirë, duke paranuar gjatë abdesit, unë po pastrona, do të thonë për me dalë para Allahut më ndom. Çaj bie kjo. Se nëse do të më dalë para Allahut faqe bardhë, me komuniku me Allahun do të më qenë të pastërt. E pastërtia e trupit është më rëndësi.
por pastërtia e zemrës është më e rëndësishme. Pastërtia e gjuhës është më e rëndësishme. Pastërtia e veshëve, e dëgjimit, e shikimit është më e rëndësishme. Andaj ky namaz a do të më pasën zemrën. A do të jetë ky namaz i tillë që realisht më bën të atill që kur dal për Allahut dal e pastër nga mëkatet, nga tmetat, nga veset. Ai përgatitesh, edhe ky është një mobilitim shpirtëror para se mi namaz. Pastaj nga faktorët vetë namazit kur të mbrana. Më thon Allahu Akbar, Allah është më i madh. Të bashkëndihesh, do më thonë ma që po thua. Ju të keq shkputje mes gjuhës edhe përjetimit. Unë po them Allahu Akbar, Allah është më i madh. Po them Elhamdulillahi Rabbil Alamin. I tërë falëndrimi, i tërë lavdrimi të kënë Allah Gjellë Gjellaluhu. So begati Allah mi ka dhanë. Ta mundosh me qenë në kuadër të mesazhve të Kur'anit që ti po e lexon. E për këtë duhet me i njoft kuptimet e duave. Dhe kjo është e lehtë me kuptu, nuk ka problem. Lexon kuptimin e surës Fatiha, kuptimin e surës Kauthar, inna a'tainaka al-Kauthar, kul huwa Allahu ahad. Pastaj subhana rabbil azim, çka është? Subhana rabbil ala, çka është? Çka po thonë kështu? Mos tim të vesh thënie në gjuhën arabe që si kuptojmë, po pithejmë edhe kaq, jo. Mundohu më umi shumë me kuptimin. Namaz ka konfirmime, ti i konfirmon Allahu diçka, thosh. Unë po e konfirmoj, po a jam i sinqert këtë konfirmim? Andaj ky komunikim i zemrës, i shpirtit me deklaratat e gjuhës e mban vëmendjen të koncentruar tek namazi. Dala për Allahut është më e madhja. Me Allahun po flas, Allahu po më dëgjon tash, Allahu po më shat tash. Prandaj gjitha këto janë kuptime dhe shumë tjera janë faktorë që ndikojnë në koncentrimin në namaz. Po edhe në fund lutë Allahun xhallahu ala. O Zoti i Madhëshëm, ndihmom që koncentroj namaz. Ndihmom ta kam vëmendjen në namaz. Kështu më radh. Daj, kjo nuk vije për një herë. Nuk mund është e ke dëgjuar këtë përgjigje, e tash një atësi çush më fal, jo. Kjo vjen dal nga dal, po i përmendën se faktorë ka shumë tjerë që mund të gjesh në ligjërata të xhallarëve, ka libra që flasin për koncentrimin namaz ose parulin namaz, si të parulesh namaz, ka libra për këtë çështje, ka ligjërata, mi dëgju ko pas kohë, edhe pastaj ato kuptime me i pas gjithmonë në kujtesë kur do të më fal. Dhe përpjekje e vazhdueshme. Allahu thotë në Kur'an: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Kjo është premtim i Allahut te barekutaala. Dhe ata që bëjnë përpjekje, ata që bëjnë xhihad, ata që munohen me arrit të Zotit te barekutaala, me u fisnikru, me u pastru, me u ngrit, Allahu thotë kena më mundsuar ty apo. Ata kanë më udhëzuar në rrugë e duhura që shpinë tek Allahu te barekutaala. E që i bie se duhet përpjekje, duhet mund, dal nga dal. Dhe kur Allah xhallahu ala shetën a përpjekje, dert, gale për koncentrim, mundim, apo mundohem të koncentru, po marrim shkaqet. Allahu xhallahu ala na gëzon me këtë ndert me atë koncentrimit dhe të pritimit të namazit. Këtë njësa, që mund të përfshirë në këtë përgjithë, dhe ka tjerë, por nuk jemi tash në temën e koncentrimit, por vetëm sa për dhe një përgjithë.